ju jap fjalën se asgjë nuk do të bëhet në kundërshtim me vullnetin e tyre, se zgjidhja do t'jetë ajo që ata meritojnë dhe kërkojnë, dhe ata kanë të drejtë në çdo ligj, kombëtar dhe ndërkombëtar, të përfillen dhe të vendosin për fatin e tyre. Kam një thirrje për anëtarët e forcave të policisë. U bëj thirrje mos shkelmoni mbi djersën tuaj, mbi mundin tuaj, mbi sakrificat tuaja. Ju garantoj se pas 11 maj, çdo orë e tyre do paguhet, trajtimi i ri për çdo polic, por mos zbatoni urdhra kriminalësh, komisarësh kriminal që bashkëpunojnë me bandat, zbatoni ligjin, jeni shërbëtor të vërtet të ligjit dhe qytetarëve. Një thirrje kam për punojësit e administratës.